tuar votë? Unë mendoj që çdo ndihmë që ju jepet qytetarëve është e mirë pritur, por jo në këtë kohë. Edhe dikun rreth 400 e diçka milion, sipas informatave që i kam, janë shpërnda gjatë këtyre viteve. Duhet me u rregullu mirëqenia sociale, që mos me pas nevojë me u dhon ndihma, domethënë. Ti nëse e keni problem në shëndetësi, edhe ndodh për shembull një smundje, e cila nuk trajtohet këtu, atëherë prej një rasti mundesh me u shndru në rast social, sepse duhet trajtimi jashtë vendit, edhe kret, domethënë, të arriturat edhe kret kapitali që ki me shku me shkrit dika jashtë. Për ato po them që këto ma shumë kanë qëllime përfitimit të elektoratit, sepse po mos kishin pas se kishin lënë mas qershorit apo para qershorit me u dhon këto ndihma. Dhënia 2 milion eurove tash paramendoni si e ndin një pacient i cili është onkologji dhe që nuk ka barna. Pra, besoni se kjo shumë e parave do duhet të investoj diku tjetër, në këtë rast në sektor të shëndetësisë? Unë e vi prej normal që se cili profesionin e vetë e shtym për para. Sigurisht. Edhe une shumicën e këtyre i kisha investu në shëndetësi. Për shkak se një populate shëndoshe ka perspektive, një populate smur nuk ka kur far analiza rreth rritjes së smundjeve, veç dil proklamohet, thojnë janë rritë smundjet malinje, po nuk dihet me analizu ushqimi, ajri dhe gjitha këto që me qenë një preventiv që mos me ndodhë këto. Është në rritjen gjithë botën, por na duhet me pas këtë lokale, do me thënë, të këtij regioni me pas çka është tu e stimulu këtë rritjen